Blaca, një fshat i vogël në hyrje të Maqedonisë, ishte ndër vendet që i ra të shoh pasojat e luftës në Kosovë dhe të dëshmoj përfundimin e saj. Ramadan Sadiko, pronari i restorantit Evropa 93, që gjendet disa metra sa kalohet kufiri Kosovë-Maqedoni, priti mysafir që e shëndruan atë vend në lokacion me rëndësi historike. Restoranti Evropa 93 atëherë pati mysafir general të NATO-s dhe ish Republikës Jugoslave që në atmosferë të tensionuar diskutuan tërheqjen e forcave jugoslave nga Kosova. Momenti kur delegacioni sërb 6 qershorin e vitit 1999, Ramadani e kujton si ditë të rëndë, por shumë të rëndësishme për të. Në fotografit që i ka renditur në murin e restoranit të tij, ai tregon se si dukej obori i mbushur me artilleri rivale. Në mesin e një lufte të ashpër ati kishte rënë hise t'u bënte konak, dy palëve që duke përjashtuar shqiptarët vendosnin për fatin e tyre në Kosovë. Në këtë objekt, para se të fillojnë ato biseda, kanë ardhur dy ushtarak të NATO-s, edhe kemi bërë një bisedë, një kontratë me ata që t'ju liroj objektin. Mirë po, biseda ka qenë e atill që mu duk shumë randë, se më thanë të largohemi krejtësisht në e projektuajt edhe objektet jetë në dorë të atyne. Edhe u vendos ashtu. Mas 2 ditëve, erdhën generali i NATO-s, Mike Jackson, edhe oficer të lartë të tjerë, më vonë erdhën edhe delegacioni ushtarak kriminal sërb. Mirë po, dita që u dash të fillohet biseda, ka qenë të fillohet në ora 9. Për hir të asaj se këtu kanë dëgjuar që është pronari shqiptar, edhe sërbët erdhën me vonesë. Përderisa objekti mbeti i rezervuar për 2 javë, Ramadani ishte i vetmi shqiptar dhe jo ushtarak që pati të drejtë të qëndrojë në ambientin ku bisedat zhvillueshin shpeshherë edhe me tone kërcënuese. Unë shumicën e kohës kam qenë prezent, do thotë anësh, se përveç atyne që kanë qenë 14 persona të generalve edhe prorë të lartë, këtu ka pas edhe oficer tjerë që kanë ndetë anësh. Do të thotë krejtësisht kanë qenë afër 40 persona këtu që kanë marrë pjesë në ata biseda. Unë ditën e tretë, do të thotë e kum ditë se çka do të ndodhë. Për arsye se i kum dëgjuar bisedat. Edhe është me rëndësi të theksohet në ato momentet kur ato flishin me agresivitet, flishin me fjalë të acaruara, unë u trishtosha, se ishte një moment që u acarun shumë keq, sa që generali NATO-s u çu në kamp, dhe kemi edhe një asi fotografi këtu, ju tha se ne doni apo s'doni ju, ne do të futemi në Kosovë. Po është më mirë që ne të miremi vesh, se ne për më fut në Kosovë, po, doni apo s'doni. E ata generat sërb u nervozun shumë keq edhe refuzun. E kur refuzun, në atë moment, atëherë jashtë ushtrit e atyne edhe këtine, u acarun shumë keq, sa që tytat e tanksave të atyne dhe të këtine e këthin njëni tjetrit. Edhe unë mendova që ma erdhë fundi që do përset nga një anë. Me gjithë se restorani qëndroi rreth 10 ditë i mbushur me oficer, generalet e NATO-s dhe ushtrisë jugoslave me 9 qershor, pas 3 ditësh bisedime, nënshkruan marrëveshjen e Kumanovës që shënoi fundin e luftës. Në ambientet që sipas Ramadanit nuk kanë ndryshuar shumë tash e 18 vite, ai kujton saktësisht vendin ku kanë biseduar 14 prorët ushtarak. Që ki vend që këtu, ku jam unë tash, do të që i kemi nda tavolinat, këtu ka qenë 6 tavolina. Këta tavolina ka qenë të bashkuara, 6, 3 me një anë, 3 në anën tjetër, edhe ka pas 14 karrike. Që këtu janë zhvillu bisedat në mes të forcave të NATO-s edhe delegacionit kriminal sërb. Jo shumë larg restorantit në kodrat përreth, kufiri Kosovë-Maqedoni vazhdonte të kontrollojë nga ish forcat e Unionit Serbi-Malizi, përderisa lumi i refugjatëve kosovar vazhdonte të kalonte këtë kufi në kërkim të shpëtimit. Muret e restoranit historik përveç generalve mbajnë fotografi dhe kujtime të vuajtjeve të qindra familjeve kosovare që vërshuan kampet e Bllacës dhe restoranin e Ramadanit. Një person vdiq dhe rreth 5 foshnja u lindën në ambientet e këtij restorani në vlugun e refugjatëve, që përveç tjera zhvuanin edhe nga mungesa e ushqimit dhe veshmbathjeve.
Bashkëshortja e Ramadanit Havushe Sadiko, me profesion mami, në muajt e pranverës së vitit 1999, asistoi në lindjet e disa grave që sipas saj ishin të shëndetshëm me gjithë kushtet e rënda. Kemi pas kështu në 7 zane që ishin para lindjes. Me thonë, ato vishin me lot në sy, prej stresit që e kishin. Edhe prej aty i kapshin ato dhimbtat e veta, do me thonë që ishin. Edhe unë me të ndimën në atime sa kun pas mundësi, do me thonë unë ndimojsha. Edhe me barna, shqetësuese, kemi pas raste edhe lindjet parakoshme. Evropa 93 vazhdon të qëndroj i pandryshuar shumë nga ajo kohë, përderisa Ramadani shpreson se një ditë mund të shërbejë si objekt nga ku të rinjt mund të mësojnë një copë historie të luftës. Deri më tani, sipas tij, kanë pasur vetëm interesim të poetëve rreth këtij objekti dhe historisë së tij, megjithëse ai është i gatshëm për bashkëpunim me institucionet e Kosovës.